Thëmë, subhanallah, qka ke bon ti për ditën që të dëvdesish? Qka ke bon, hazërlek, pregatitje qka ke bon? Ja Rabi, kaq vjetë jem konë mëlqin. Ja Rabi, kaq Ramazana si jem konë hiq kërkund. Ja Rabi, alkoholin e këm pi 50 vjetë panal. Ja Rabi, ja Rabi, ja Rabi. Qka ke bon për të Allahu me që o vla muslimane dhe i motër muslimane? Një ditë do të dalish për këtu, mësë arro, sot nesër. Në dynjo jam i sot nesër. Ku me ditë kur dalë? Unë këm ardhë sot këtu, ku e di una këthehem të tja së këthehem? Ti motre jeme pa shamije. Allahu po thot më mbulue, Allahu po thot më agjerue, Allahu po thot më fal namaz, Allahu po thot më shkun haqillëk, Allahu po thot më dhën zeqat. Kretë këto urnat Allahu Gjelle Gjelaluhu. Motra jeme, ti Ramazanin agjerove, edhe namazin 5 vaktin po e fal me gjithë vllaun tim ti. Po motra ime, për ty është mbulesa farz. Qysh ta bëjmë që ta? Bën debat me gruan tonë dhe të shpija. Debato. Allah shvërësh. Pse ti kështu ke mbet kështu? Në sofër të iftarit, më së qoni me njerë për iftarit, me pi cigare, më s'pi me njerë, sabër pak. Ose kafe, më s'pi hiq. Bën debat pak, qika jeme ti, agjerove sot, për çka? Po urdhni Allahut, bab. Po mbulesa urdhni ku, isë Allahuta? Jo bia jeme, urdhni Allahut edhe mbulesa është. Kje frikë Allahun Gjelle Gjelaluhu. يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يا عربي مدوا يد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Atë çka po ja u jep pejgamberi prej Kurani Kerimit merrne, ato çka po ja ndolën largonju, çka po na jep prej Kurani Kerimit. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدرى أن يعرفن فلا يؤذين. Thua ju ti o pejgamber, grave tua, vajzave tua dhe krejt femrave të muslimanve, le të mbulohen urdhni Allahut. Sa është urdhnia? Merë islamin komplet. كتعليم صبي. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد لنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. تندروار مسلمان بلازن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tash një vjetë u bon që isha vitin e kaluar. Subhanallah, sot kur mrina këtu vëdo kësa shpet ka shku një vit. Edhe ymri që është të përshkon. Edhe ju që jeni matë vjetër me pyet veten që përshkon ymri. A minutat kur i nalish me numrua duket që po nuk po ecin. A po ec minuti, po ec ora, po ec dita, javët, mujet, vitet, edhe çdo vjet e ma plak po bahash. Shkon jeta. Jeta po shkon, edhe aton po e dim. Cili mundet me thonë nuk po shkon, nuk po mbaron, askush s'mundet me thonë. Mirë, po letë thote se cili për vetin jeta po shkon e unë qka kam grumbulluar, qfar investime kam bo. Ma heret kur keni ardhë në gurbet, për pun të përkohshme emnin e keni pas, edhe akoma kështu të tjerët, këtë statut e keni, me pun të përkohshme në botën e jashtme.
Ajo emnin e kini me punë të përkohshme, se jo nuk kam punë të përkohshme. Jetën e dynjas kret po e kalosh në Zvicër. Ai tjetri në Gjermani, ai tjetri në Itali, për mërgata të ndryshme. Domethënë nuk është ajo e përkohshme. Nëse e ka një qëllim tjetër e përkohshme, nëse them me përkohshme, edhe dynjaja është e përkohshme, e gjithmonë s'është. Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'anin Kerim në disa vende, ato dhe i dini ju ato ajetet Kur'anit, wal akhiretu khairun leke ve abqa. Akhireti e maj mirë për ty dhe i gjithmanshëm. E dynjaja e përkohshme. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darel akhira. Lypje akhiretin, wala tansa nasibeke min ad-dunya. Edhe hisën tënde prej dynjas mos e harro. Mirë pa jo, kjo është e përkohshme, si kur gurbeti juj. E përkohshme po dalish në penzi, e përkohshme po desim në gurbet, e përkohshme, si ka mundësi kjo është e përkohshme. Jo, kret jeta e dynjas është e përkohshme. Pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam ka thënë: kun fi dunya ka annaka garibun aw abir sabil. Bahuni në dynja, të jeni në dynja me këtë statut. Cili statuti dynjas është? Jabangjit jesh këtu. Jabangji kur je dikund, tash unë jam këtu jabangji. Nuk e njo vendin, nuk e njo gjuhën, nuk ja njo traditat e këtij popullit. Jabangji, qështu populli joni thot jabangji, fjalë turke është kjo jabangji. Që do më thonë, aty ku jeti jabangji, kuptimin e ka, nuk i njeh ato vende, ato gjëra, ato tradita. Çka do të thot? Një vend ku nuk ka, ku je kësaj, nuk të flen barku, me thonë, të rri shumë. Pse? Se je jabangji aty. Në dynjë jam jabangji shumë, mos i jep një rëndësi dynjas. Edhe vetin e këshilloj, edhe juve normal. Kret lëvizja jon, puna jon. Ndërtimi janë, zhvillimi janë, mësimi janë, edukimi janë, kret, let janë për hir të Allahut Gjelle Gjelaluhu. Dynjoja do t'jetë prap këtu ku ashtë. Baba ju të kalon ty, ti do t'ja lonsh evladit tënd, evladi ju do t'ja lonje nipa vet, e kështu më radhë, e në fund do t'e kërkuj nuk do t'jetë. Allahu Gjelle Gjelaluhu do t'i flet krijesave të veta ditën e gjykimit, limanil mulkul yawm. E kujt është sot pushteti? Ku është krijesat? Ku janë ata që rashin gjyks? Une. Nuk ka përgjigje prej askujt. Allahu Gjelle Gjelaluhu me madhrinë e veti përgjigjet vetvetes duke thënë: Lillahi l-wahidi l-qahhar. I gjithë pushteti është në dorë të Allahut, i Allahut Gjelle Gjelaluhu. As melaçet nuk do t'jenë, as qillat nuk do t'jenë, as diellnat nuk do t'jenë, as toka nuk do t'jetë, as njerëzit nuk do t'jetë, as gjinat nuk do t'jenë. Do më thonë këto botrat e cilat Allahu i ka falë botat mëdha, bota melaiqore, bota njerëzore, bota gjinore, bota shtazore, bota bimore, këto botrat mëdha jenë, as njona nuk do t'jenë. Atëherë pushteti është ndër të Zotit, lillahi l-wahidi l-qahhar, vetëm të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Kun fit dunja ka annaka garib. Pra kjo është jabangjëllëku i ytë në dunja. Au abir sabil. Abir sabil, kalimtar rasti, udhëtar. Prandaj tregohet, transmetohet, Nuhit alayhi salatu wassalam i ka thonë me laçja kur ka ardhur mja marr shpirtin. Nuhi theksohet në Kur'an që ka bo davet 950 vjet. Ka bo predikimin e fjales la ilaha illallah. Edhe problemet i ka pas të mëdha Nuhi a.s. sepse atëherë ka fillue paganizmi apo shirku, të cilin Allahu nuk e falë në kotë Nuhit. E Nuhi ka pas problem me atë popull shumë, sepse u bani risi një bidat të cilin Allahu nuk e don. Inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. E Nuhin e zateti kjo të lashe.
Prej Ademit alayhi salatu wassalam, disa qindra vjet deri te Nuhi, është adhuruar vetëm Allahu, shirk s'ka pas. Me ardhjen e Nuhit u paraqiten disa burra prej kombit Nuhit alayhi salam, të cilët i than popullit: "Wala tadharunna alihatakum." Mos gaboni t'ja u ktheni shpinën zotrave t'juj. I ban zotra putat, idolet. "Wala tadharunna Suwa'an wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra wa qad adallu kathira." Mos i leni këta, sikur neve tash që po na thojnë përmes edukimit, përmes gazetës, përmes televizorit, përmes figurat e shenjta kombëtare, shenjta. Kush është i shenjt përveç pejgamberëve? Kush është e shenjt prej librave përveç kitabeve të Allahut xhalla xhelalu, Kur'anit, Teuratit, Zaburit, Injilit? Mos i lini këta njerëz të shenjt. Ata njerëz të shenjt i kanë bo idolet mëdhaja, i kanë hypë në për kuajl të mëdhej, i kanë vu boste, kamos, idole. Këto janë harame, kur gjon s'kanë me pas ditën e gjykimit. Kush i ka adhuru, Allahu xhalla xhelaluhu ju thot: hyni ju në xhehenem bashkë me ata që i keni adhuru. Kush e ka bo ibadet qiellin, Allahu qiellin e shtin në xhehenem. Me gjithë ty, me të kallëzohu që krijes, unë e kam kriju edhe e denoj. Kush e ka bo ibadet dillin, hanën, ka me ishti në xhehenem, edhe dillin edhe hanën, edhe ti që i ke bo ibadet. Kush i bon ibadet kombit, figurave kombëtare, njerëzve, në xhehenem bashkë me ta. Inna Allaha aghna shuraka'i ani shirk. Allahu është mëse i pa nevojshëm për ortak. Allahu ortak nuk ka. Shirk është ortak. Ban me bon ti ortak në punë, në investim. Unë i kom 500.000 euro dhe ti 500.000. A bëjmë një fabrik? Fitimin bashkë, peke. Unë 300.000, ti 700.000. Fitimin bashkë, në bastë përqindjes, fitimin e marim, peke. Ama, a i bëjmë Allahut ortak, konkurencë, që qysh për bëjnë ibadet Allahun, letë mbojnë ibadet edhe mu, ose qysh për bëjmë ibadet Allahun, e bëjmë ibadet edhe krijesën e ti. Hasha ve kella, inna Allaha aghna shuraka'i ani shirk. Allahu xhalla xhelaluhu është mëse i pa nevojshëm për me pas ortak. Prandaj o vllazën musliman, je udhëtar në këtë dynja. Këshilloj vetin dhe juve, çka ke investue, çka ke grumbullue. Do t'ju marrë 2 shembuj të cilët i keni lehtë me i kuptua, inshallah. Kur e kemi qua në njerë në gurbet për para, unë kam pak mosh, e di që shokon, se vllaznit më kanë punu në gurbet. Baba, kur i ka pas djemë, baba jem në gurbet, 1 vjet, 2, a i tani prit ke sa pare kanë fitue, sa kanë me quë, qka kena me ble. Pse? Kemi qua në gurbet. Qka unë kjo fjallë gurbet? Edhe fjalla gurbet është fjallë arabe, nuk është shqip. E na përdorim shqiptarët gurbet. Edhe boshnjak të thejnë gurbet. Edhe turqit të thejnë gurbet. Edhe arab që fjalla në gurbet. Gurbe, garib, do të shkojsh me një vend të pa njoftun. Kur keni ardhë në Zvicra, keni njoftë Zvicrën? Ose ata në Gjermani, apo në Itali, në Francë, në Anglia, s'kundër. Ju keni ardhë në një vend të pa njoftun. Për çka? Keni kuptua që këtu pas ka nevoj për punëtor, për juve, po ju marrë kanë punë, po ju paguj kanë me ditjet e mujet, keni ardhë në një vend të pa njoftun, në gurbet, për me mujt, me mledh një grosh e me ndërtua vendin tëndë, me regullua gjendjen tënde familjare, edhe me rujt një grosh për nevojat e tua, që kjo në fjalla gurbet. Allahu Gjallëshanuhu në këtë dynja në ka qua në gurbet, në ka kryua edhe në ka pru në gurbet, të pa njoftu në këtë dynja. E lip prej neve 60 vjet, 70 vjet, 80 vjet, sa të ka dhonë Zoti Ymër, që ka ke pru prej gurbetit Allahu lipën.
Baba po lyp të shtëpia, kur të shkosh ti prej këtu hit çka po lypsh. Dikujt si lyp se ka dhe babën këtu. Ja, ti edhe baba jyt, edhe vlla jyt, të doni ai vatani që është vatanul më mëdheu prej atje ku je ti. Më mëdheu. Se çdo popull Allahu xhallal xhelalu i ka falë që në vatanet e veta. E për më mëdheun tant kërkon, nëse nuk kërkon baba jyt, do shta ka vdek baba jyt, s'ka më çka më kërku. Kërkon vendi jyt, familja jote, akrabat, farefisi jyt, populli jyt, kombi jyt, komplet, më mëdheu jyt kërkon prej teje ty në gurbet që të ka. Ju e dini këtë fjalë, të na kur rritën gjërat, kur investimet forcohen anë knena, kur të vinë gurbet gjitë. Çashtu thonë të na dhe ju e dini. Ja 2 muaj të verës, ja për Bajram, ja për vit të ri, për festat fetare, e gurbet gjitë, këtë dyqan gjitë gëzohen atje. Pse? Gëzohen për çet arsye, se kanë ardhur gurbet gjitë, blejnë, lojnë paret, rritin një fije ekonominë edhe aty në atje. Unë shumë herë këty në disa vllaznive dhe dhondrit këtu i thëm, ju po bini, kur po vini atje diçka po bini, po i gëzoni ata që po i gëzoni. Mos i bleni, po ju thëm këtu, bleni atje të na. Edhe nuk i barni një, nuk ngarkoheni një, edhe të njëjtat gjëra i keni atje. Në ti fitoj ai tregtari yt atje. Mos u bën ti xheloz tash pse po i fiton ai parat. Adin, jo, për shembull, ja un pa çfarë Migrosit kam ja dhënë. Ja nuk është ashtu. Edhe nuk ngarkohesh, edhe bësh tregti të vllai yt atje. E të njëjtë artikuj sot se kjo tregtia e lirë u mbush ka të shkoni ka tash mallin e Kinës e keni në Arabinë Saudite në Qabe, mallin e Saud që po e blejnë haxhit, të njëjtin mall që e blejnë atje në Qabe e kien në Prizren të na. Njëjtin mall e kien në Gostivare, në Shkupën të Tove, në Prishtinë ku diunë. Njëjtin mall e kien në Tiranë e ku diunë. Prandaj Allahu xhalleshanuhu prej teje që të ka quen këtë dynja, të ka quen në gurbet. Allahu të ka falë në gurbet. Në dynjojë i pa njoftun. Në tregoti 70 vjetë, kush i ka, për s'ka për duket të 70 vjeqar, çka din prej dynjas? Asnjë send. Unë po i afrohëm 50 shit, ku e di kur zhënsti? Vallahi jo. Çka di prej dynjas? Asnjë send. Allahu na ka qitë në dunja. E tash do të shohim na ti si musliman, çfar derdi, çfar gajle, çfar ambicie ti ke. Për çka je në këtë gurbet ti? Allahu po ti kërkon tani në fund dosjen ta kërkon komplet. O robi jem, kam falë ty në dunja, edhe të kam dhonë jetë 30, 40, 50, 60, 70, e Nuhit alayhi salatu wassalam i ka dhonë jetë shumë. Edhe Ademi thuhet ka jetua 1000 vjetë, Hazreti Ademi. Edhe Nuhi thuhet ka jetua afër 1000 vjetë, apo edhe ma tepër. Nuk tregon Kur'ani famlar jetën sa ka qenë, sa vjetë ka bot David, predikim tregon. Që ishte parës fjale, kur ka ardhë me laçja më ja marë Nuhit alayhi salatu wassalam shpirtin mas gjitha ato viteve, 1000 vjetë. Me thonë ty, vallahi, në Zvicër me tu të ashtimit, vallahi, stjetohet me siguri. Me të ardhë me laçja për ta marë shpirtin në petë dhimet. Ate se jeta është asisoj, dynjoja është e lakmushme. Mirë, po ja, kur ta shohish, une e matin do gjonat e prinderit e min, janë në prind tash nuk e kam, që 6-7 muj, kur vjetru 90 vjetë, subhanallah, se po thot pejgamberi me një hadis, ai që arrin moshën mbi 80 vjeç deri 90 vjet, është jesir i Zotit në fytyrë tokës. Jesir i Zotit në fytyrë tokës. Allahu po don me çu prej dynjos në ahiret pa gjunahe. Inshallah pa gjunahe dalim të gjithë në botën e ahiretit, ja Rabbel Alamin. O Nuh, gjithë këto vjetë ke jetue, si tu dok kjo dynjon tash po dalish? Nuhit alayhis salam po thot vallahi o melek i vdekjes, ai melaçe që po ma merr shpirtin, gjatë ato vjetë jetë këtu në dynja, po më duket kjo dynja me dy dyrë këna kanë. Hina në derë, po dal kësaj dere. 1000 vjetë, ha? Në sa vjetë po bajmë, ka thonë pejgamberi unë alayhis salatu wassalam, ymri i ummetit tem, mesatarja është mes 60 dhe 70, mesatarja.
Dikush ma shumë jetëvën, dikush ma pak për shifni vetë, që është situata. Prandaj jemi në këtë jetë në vendin e investimeve. Këshyre sa ke bon ti? Çka ke bon ti? Ti edhe Allahu Gjelle Gjelalu, kërkush tjetër. Në mes teje dhe Allahu Gjelle Gjelalu. Raporti ytë me Allahun Gjelle Gjelalu. Se kërkush nuk ka drejt me të marrë dosjen tënde. Këtu në dunjo bohën do dalavere me trafine, anë këne ja marin një qetër dosjet. Të Allahu Gjelle Gjelalu, jo, as pak veç ti edhe Allahu Gjelle Gjelalu. E Allahu Gjelle Shanu për dosjen tënde të mirë, për thët, فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه kujti i për dosja në krahun e djathtë dhe del i knaqur për amasës ordnoni lexoni librin tem. Edhe në Kur'an po thot subhanallah, kur e kemi pyet hoxhën tonë në arabie në atë zaman, pse çështu po thot Kur'ani ka një fjalë arab që iqra'u kitabiyya, këtë çdo ajete janë çështu. Pse bre qështu për pytin? A rendin e ka librin tim, punën time. Kitabi, rendin e ka gjuha arabe. Po thët Allahu Gjelle Gjelalu përja përshkruan gëzimin e robit, kur gëzohet robi zdi që shme bo, kitabi e lexon e librin tem. Ku do të na vjen neve libri ditën e kiametit të vlazën? Ndjath e në shmajt. Inshallah ndjath kja Rabbel Alamin. Prandaj për të vjen fundi i Ramazanit. A thë është kabul, a thës është ja Rabbi. Allah i na i baft kabul, ja Rabbi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush nuk ndal prej të keqes, fjalëve të këqija, dëshmisë së keqe, fjalëve të rënda, ofendimeve, Ramazani i tij është i pabom kabul. Allahu s'ka nevojë prej teje me nejt unt pa buke pa ujë. Sa Allah i levojshëm. Jo, ajo është sprov, imtihan prej Allahut. Dhe të shohim ty, kretë gjymtyrët e ty, tu me qenë në agjerim. Syni në agjerim prej haramit. Prej haramit për shifni vetë shemi bo. Vallahi për jo tham drejten, ma shumë haram në him në Kosovë se në Zvicër. Pashani Allah që më ka falju, tash unë nuk ju diju prej Kainit e gjithve, unë jam prej Prizrenit, vallahi ditve të agjerimit, të Ramazanit, ditve, muslimane, kret shplume, kret komplet, edhe ka qenë kjo jave fundit e nxehtë, temperaturat 25-6, ndoshta edhe më nxehtë se këtë në Zvicër, subhanallah, e në erdi një motër muslimane e gjermanke për këtë e Zvicrës, për këtu hit në erdi para 3-4 ditëve atje, ajo e martume për një shqiptar. E mbulume, e në erdi atje, e pram kemi pas një tribun islame, edhe ato e kam ftuar para publikut me folë, sepse kemi pas diku 700-800 vetë me një shtëpit kulturës, mesin e tyne kanë qenë 300 femne, po të gjithat mbulume në Rahavecin e dini, me siguri afër Prizrenit, një 40 km. Ajo kur erdhe dje po e pyeti si ke kalua këta që ke ardhur prej Zvicrës. Sa jem habit, urdhno motër, pse je habit? Ajo gjermank, e mbulume, po flet ka pak shqip, e burri po më përkthen. Tha në kret aeroplanin, sa veç unë e keshe mbuluar. Po tham subhaneke ja Rabbi, për Prishtinë. Edhe qka kret po harën në aeroplan. Edhe sot ka ardha tek ne, do pleqi pash smarshin. Ato stujardeskat për edin, një përmendën në Ramadan, jo për edin, Krishtian jo për edin. E kret po harën, subhaneke ja Rabbi. Po thom, ja Allah, sa ka nevoj këj populli jonë mi kalzu e dinin për mës me hangre i shkreti. Sa i ka met, as me tok, as me qijel, sa i në qashtu në ka Prishtina, e kam një fjall, as me Prishtina, as me Barilev. Adin, as të, në them, ka pak të na, as të hapa, as të hupa. Do më thonë, kërkun të hiq ka met. E tani ajo femën foli prom para publikut kështu në shtëpit kulturës, kur i pak kështu të mbuluara 99% femnët, thashë që është zotit që ju pash se isha shumë e dëshpruar para 3-4 ditëve. Ajo një femën e shkolluar, mashallah, ekonomiste, kret, e ka pranuar dinin islam komplet. Muslimania e janë këtë mujtë të Ramazanit,
e ka zbuluar trupin se ka frikën e Allahut xhelle xhelalu, nuk e ka frikën. Ja nuk e ka frikën se prej babas edhe prej nonës nuk ja kanë trashëguar frikën e Allahut. Prandaj po ju them o vllazën, edhe motrat më siguri po na ndëgjojnë në xhami, o vllazën edhe ju ai motra. Wallahi lazim, ngone Muadh ibn Jabelin radiallahu anhu, çka ka mësu pejgamberi? O Muadh, ka thonë, edukoj fëmijët duke ja mbjellur frikën e Zotit. Si ta ka frikën e Zotit, nuk zbulohet është. Pse kur të rritet, është e bën me tërbije, edukat. Kur prej fëminis i cullakojmë fëmijët, edhe i marim fëmijët, gurbetgjit ju kur po vini prej Zvicrës, që ta është disa, jo të gjithë ju, mos e merrni për të gjithë, me njëherë për i hyp makines në Zvicër, drejt për Durrës ose për Ulqin. Jo të baba e të nona e të shtëpia, ja drejt prej këtu hujt, e masi po e merë në gjyrë çokolada atje, po vjen tanit me na pa dhe neve pak. Masi o ras haram deri në fyt. Pse o ras? Po ti ke pa cullak kret. Plot grati, ketë femnat cullak i ke pa, edhe femnat cullak e që jenë bo, edhe burrat cullak, edhe ato i kanë pa gjinin mashkullore kretë cullak, qështu? E Allah i narujt, kjo është një hajvanijet, si të thamë ndryshe. Jo gjahiljet, hajvanijet. Subhaneke ja Rab, për qatë sebeb e ke adaptu e fëmin tëndë, prej moshës 3-4 vjeç, me pa babën edhe nënën cullak para veti, edhe mi fatë tjerit cullak, e kur të rritet nuk i do këtë randë me qenë cullak. Kurse kemi pas një rast, një fmi, moshës 6 vjeqare në xhamin tonë që falët, ka shku baba dhe nëna në det, edhe i kanë marrë dhe atë fmina, e s'ka ditë, 6 vjeqi, kur kanë shku atje, po më tregon, prindi i vetë po më tregon baba, fëmija kër i ka pa baba dhe nënë cullak në det, o i dhnuja ka nis me kajt, ka thonë, qka po bani kështu me më këthyt të shpia, hoxha në ka thonë, haram kështu anë e knina, prindet i kanë thonë, shujti anë e knina, jo ka imponu prindve, alhamdulillah, i ka vërën të shpia. Thëmë, subhanallah, qka ke bon ti për ditën që të dëvdesish? Qka ke bon, hazërlek, pregatitje, qka ke bon? Ja Rabi, kaq vjetë jem konë në Ulqin. Ja Rabbi, kaq Ramazana si jem konë hiq kërkund. Ja Rabbi, alkoholin e këm pi 50 vjetë panal. Ja Rabbi, ja Rabbi, ja Rabbi. Qka ke bon për të Allahu me që o vla muslimane dhe i motër muslimane? Një dit do të dalish për këtu, mos arro, sot nesër. Në dynjo janë një sot nesër. Ku me ditë kur dalë? Unë këm ardhë sot këtu, ku e di una këthehem të tja së këthehem? Ku shë din ymrin ku është, vdekjen ku është? Ma të dri nefsun ma dhe ateksi bugada. Nuk e din në robi nesër që ka fiton. Wa ma të dri nefsun bi eji ardin të mut. Edhe nuk e di askush në cilën tokë ka me vdek. Bon vaki unë vdes në Zvicër. Më ka shkru Allahu e gjelin këtu. Nuk shkoj fare prap. Ku e dim na? O vla musliman, mos me jetu e në gaflet, agoni, harres. Po duhet me jetu në vigilancë, duhet me jetu në kuptim, në jetë. Prandaj, mundoh, jetë është në fund të Ramazanit. Allahu Gjelle Gjelaluhu i shpëton prej zjarit të gjehnemit, edhe neve në shpëtoft, ja Rabbel Alemin. Po ulesh me hangër iftar me shoqën tënde, me gruan tënde, me babën, me nonën, me vajzën, me djalin, me rejen, nusën e djalit. A gjenove sot po. Për kënë a gjenove? Për Allahun Gjelle Gjelaluhu. Se vetëm për Allahun a gjenove, për askon tjetër. Ju sot ampat në aeroplan ka kamar? Ku hongrën kret, ha dhe ti. Për shemull, ampat i kush, për Allah a gjerësh. Edhe në rrugë kur tje, edhe pse lejohet me hangër, kur të marish të thim, lejohet, mos harroni në rrugë kur të marish, mundish me hangër. Mirë po Allahu po thot, wa në të sumu khajrun lëkum, për na gjerofshit është ma mirë për ju. E mësi Allahu po thot ma mirë për ju, e po pëse unë të hakur edhe uthimi është i letë, gjitha kilometre martë për 2 orë, kjo mesele madhe, alhamdulillah. Allahu Gjelle Gjelaluhu, allem el insane ma lem jale, me kam sua njeri unë qka s'ka dit, po flutërojmë më një send shumë të madhë që ati natë,
edhe po vim për në huk prej, me ambiente, me klime, me ftyra, me vatane, me gjvatane, kretë, ja Allah, ja Rab. Për çka gjërove sot, gruja? Për Allahun Gjelle Gjelalu, ti burë për Allahun Gjelle Gjelalu, grua, ose vajza, ose motra, ose reja, ose akrabaja, ti motra jeme pa shamije. Allahu po thot më mbulue, Allahu po thot më agjerue, Allahu po thot më fal namaz, Allahu po thot më shkun haqillëk, Allahu po thot më dhon zeqat. Kretë këto urnat Allahut Gjelle Gjelaluhu. Motra jeme, ti Ramazanin agjerove, edhe namazin 5 vaktin për e fal me gjithë vllahun tim ti. Po motra ime, për ty është mbulesa farz. Qysh ta bëjmë që ta? Ban debat me gruan tonë dhe të shpija. Debato. Allah shvërësh. Pse ti kështu ke mbet kështu? Në sofër të iftarit, më së qoli me njerë për iftarit, me pi cigare, më s'pi me njerë, sabër pak. Ose kafe, më s'pi hiq. Bën debat pak, qika jemet, ja agjerove sot, për çka? Po urdhni Allahut, bab. Po mbulesa urdhni ku, is Allahuta? Jo bia jeme, urdhni Allahut edhe mbulesa është. Ki e frikë Allahun Gjelle Gjelaluhu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Atë çka po ja u jep pejgamberi prej Kurani Kerimit merrne. Ato çka po ja ndolën largonju. Çka po na jep prej Kurani Kerimit? Ya eyyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adra an yurafna fala yudhain. Thua ju ti o pejgamber, grave tua, vajzave tua dhe krejt femrave të muslimanve, le të mbulohen, urdhni Allahut. Sa është urdhnia? Merë islamin komplet. Subhanallah, ajo Gjermania dje e cila kishte pranu fen islame, në kalon pa tekst në la, seriozisht. Sot unë po vin knena, t'ju thëm drejten, vetëm një femën ke e mbuluar. Dhe ajo nuk kem aeroplanin tonë, pa aty në vendin e pritjes e pash. Vetëm një. Të tjerat se cila është mundua mu bo ma shërë se qetra. Me i ekspozue gjymtyre të trupit për e publikut. Tjata gjymtyre të trupit, organet të trupit, ekspozoja burrit tant le të doje ma shumë. E mos ja u ekspozo të tjerëve të kredve me dash, se s'ban nga 100 vetë me dash një, se janë edhe 99 qera duhet me i dashur. Allahu Akbar, shka ke vunë? E vjen dita, aja dita është shumë e shpejt. E lusim Allahun Gjellëshanu të na i boja ibadetet kabul. Agjerimin në boft kabul. Namazin kabul, fjalët në i boft kabul të mirat, e të këqijat isha dhe në i falë. Me ju thënë drejtën vlazën, une për pak ditë që do t'jap këtu, nuk do t'ju thëmë do një send ku me ditë shka, vetëm do t'ju japi gajle, mu gajlu e ju, mu nalë shtu kuku, s'kemi shka mu knaqë. Shka mu knaqë kur në Prizren, një darë së më në u bo me banket 28.000 euro. Shka ka me të knaqë, hanë kalëzë. Me 2 darsma tjera afer Prizrenit, 2 darsma me ka 10 deri në 12.000 euro të pëngjive bakshish. Shka me të knaqë, hanë kalëzë, qka dhe të knaqë? Kam do gjona me të knaqë, elhamdulillah, dhe për ato inshallah vjen radha me folë bashkë me ju, që me erritur paka shumë ambicjet tona, me errit vullnetin që kemi inshallah ta'ala, sepse ku ko ka sherri, ko ka dhe khajri, ku ko ka khajri, ko ka dhe sherri. Këto dyjat ko kanë 2 shtete që në mes gjithmonë pu luftokan. Velhamdulillah, po thëmë subhanallah, tash kur ecish në për Prizren, 100 metra kur nuk i kalesh pa femën të mbuluar. Ama dhe sulbin e kemi të madhë, 3 vajzat në Skenderajl për zonë për shkollës, për këto duhet mu folë me juve, mu njoftue, file për pen. Pse? Ato jenë vajzat e juja, motrat e juja, ato jenë motrat e tona. Në Medinë një femnës, përse është plua avreti prej Jahudis, u bon lufta edhe u përzun Jahudit deri në ditën e Kiametit prej Medines, fisi Beni Kurejda Beni Nadir. Pse? Nderi dhe karakteri në muzi i femrës është i shtrejt, arsa është i shtrejt dini Allahut Gjelle Gjelaluhu.
Ose në Prizren kemi raste tash, 2 profesoresha, vetëm pse kanë qenë të mbuluara, nuk banë të punësohen në edukimin e arsimit. E të tjera. Mirë, po kemi gjëra edhe të cilat ju gëzojnë. Ju që jeni prej Kosovës, me siguri ma shumë keni më gëzu, po dhe ju vllaznia prej Maqedonisë keni më gëzu dhe ma shumë me siguri. Pse? Tash është kërkesa dhe nevoja shumë e madhe për ndërtimin e xhamive. Shumë e madhe, shumë. Kjo është një isharet që populli po do mu kthy në rrugë të Zotit. Sa ata që lipin me ndret xhami, po lipin me knu ezan. Ata që po lipin me knu ezan, po dojnë me fal namaz. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Gjallëshanu edhe njëherë po thëmë ne i pranoft lutjet në këtë muaj të madh të Ramazanit, nga se në këtë muaj është një natë e kadrit, për të cilën Allahu Gjallë Gjallaluhu ka thonë Lejletul Qadri khejrun min elfi sheher, ma mirë se një minet. Atë natë zbresin shumë melache në fytyrë tokës. Transmetohet në një hadith se numri I melacheve që zbresin bashkë me Gjibrilin në fytyrë tokës kalon ma shumë se kokrat e zallit që ka toka. Sa kokra e zallit ka toka? Kështë disa kokra e zallit ka. Prandaj Allahu në Kur'an ka thonë wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, numrin e ushtrisë Allahut nuk e din pos Allahut xhalla xhelalu. Allah na I pranoft ya rabbel alamin. O vllazën muslimanë dhe motra muslimane, jepni kontributin e juaj prej lutjeve, prej ibadeteve, prej fjalëve të mira, prej kreta që Allahu ja u kërkon, e inshallah Allahu na I pranon. Wa ma tawfiqi illa billah. Allahu xhalla xhelalu na I pranoft fjalët. Nëse Allah I lutjet pendimet tona nuk na I pranon, kush ka më na I pranua? Kush na I pranon tjetër kush? Po e mbylli fjalën e sontit me juve, me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili është hadith qudsi. Allahu Jalla Jalaluhu ka thënë men lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahta sama'i walyakhtar rabban siwai. Ai që nuk është I kënaqur me gjykimin tim, ai që nuk është I kënaqur me caktimin tim, ai që nuk I përballon vështirësive, sabër nuk ju ban, le të dal prej nën qiellit tim dhe në ta lyp një Zot tjetër veç meje. Ja Rabbi, na s'kemi Zot veç tjetër. La ilaha illa ant. سبحانك إنا كنا من الظالمين. أقول قولي هذا وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد. ما بني الله.